Krishti unë gjallë të vdekurësh, me vdekje shke eli, edhe të varosurve jetën u fali. Cila ishte shenja e parë që Isu i bëri? 1. Shëroi të verbrin. 2. Ngjalli Lazarin. 3. Pastroi tempullin. 4. Shëroi të paralizuarin. 5. Ktheu ujin në verë. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 5. Vazhdojmë në pyetjen e dytë. Çfarë bëri Perëndia me që e deshi kaq shumë botën? 1. Lartësoi gjarprin prej bronzi. 2. Prishi tempullin. 3. Bëri një dasëm. 4. Dha birin e tij të vetëm lindur. 5. Shëroi njerëz të sëmurë. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 4. Dha birin e tij të vetëm lindur. Vazhdojmë në pyetje nr. 3. Si quhet pusi ku Krishti takoi gruan samaritane? 1. Pusi i Samaris. 2. Pusi i Jakobit. 3. Pusi i Siharit. 4. Pusi i shkretëtirës. 5. Pusi i Jomanit. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është dyshi. Kush ishte arsyeja pse njeriu kishte lindur i verbër? 1. Sepse kishte trashëguar nga gjyshja. 2. Që në të të shfaqen veprat e Perëndisë. 3. Sepse prindrit e tij kishin mëkatuar. 4. Sepse ai vetë kishte mëkatuar. 5. Që të mësoi durimin përballë sfidave. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është dyshi. Pyetja 5. Sipas Isuit, pse delet e ndjekin bariun? 1. Sepse ja njohin zërin. 2. Sepse ai ruan e imblon nga ujku. 3. Sepse ai ushqen. 4. Sepse i ndjejnë erën. 5. Sepse ai kalon tërë kohën me to. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është moshi. Pyetja 6. Kush ishte përgjigja e Krishtit pasi Marta i tha se e di se i vëlla do të ngjallet një ngjallje në ditën e fundit? 1. E di se do të ngjallet, por do të duhet të presësh shumë kohë. 2. Unë jam bariu i mirë dhe jap jetën për delet e mia. 3. Unë jam ngjallja e vjeta. Unë jam ngjallja e vjeta, kush beson në mua do të jetojë edhe nëse vdes. 4. Fole drejt, ki besim dhe ashtu do të ndodhë. 5. A e beson dhe motra jote Maria këtë gjë? 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 3. Unë jam ngjallja e vjeta. Kush beson në mua do të jetojë edhe nëse vdes. Pyetja 7. Çfarë tha Juda Iskarioti kur Maria leu me mirë prenardi këmbët e Krishtit? 1. Nga i gjeti Maria gjithë këto denar për të blerë këtë miro të shtrenjtë. 2. Përse të mos shitej kjo mirë për 300 denar e t'u jepeshin të varfërve? 3. Pse ja luen këmbët atij? Ai nuk është Perëndi. Përse të mos shitej kjo mirë për 200 denar e t'u jepeshin kishës? Kjo është përgjigja e 4. 5. Përse nuk lueni me mirë mbretin për këtë njeri? 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është dyshi. Vazhdojmë në pyetjen e 8.
Kush është pyetja që Krishti i bëri të paralizuarit tek hurdha e Betzatës? 1. A dëshiron të shërohesh? 2. Pse nuk je shëruar për kaq shumë vjet? 3. A nuk ndodhi mrekulli këtu sa herë që ëngjëlli trazon ujin? 4. Përse nuk ke asnjë që të shpjerë në hurdhë? 5. Pse nuk ke besim se mund të shërohesh? 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është njëshi. Vazhdojmë me pyetjen e 9. Krishti tha, unë jam buka e gjallë që zbret prej qiellit. Çfarë do t'i ndodh kujdo që ha nga kjo bukë? 1. Do të dëshmoj mrekulli. 2. Do të më njoh se kush jam. 3. Do të shërohet nga lëngatat. 4. Do të shoh vdekje. 5. Do të jetoj në amshim. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 5. Vazhdojmë me pyetjen nr. 10. Pse e uren bota Krishtin? 1. Sepse ai pretendon se është Perëndi. 2. Sepse ureu dhe profetët para tij. 3. Sepse ai erdhi ta gjykojë botën. 4. Sepse ai dëshmon se veprat e saj janë të liga. 5. Sepse ai pretendon se e krijoi atë. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 4. Pyetja 11. Çfarë u tha Krishti shkruesve e farisejve, të cilët donin ta vrisnin me gur gruan që ishte kapur duke bërë tradhti bashkëshortore? 1. Bëni sipas ligjit të Mojsiut. 2. Unë nuk erdha ta gjykoj botën, por ta shpëtoj atë. 3. Kush është pa mëkat, le të hedhë pari gurin mbi të. 4. Pse mbureni me të madh? Ju vetë nuk jeni më mirë se ajo. 5. Tregojini burrit të saj dhe le të marrë dënimin e merituar. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 3. Kush është pa mëkat, le të hedhë pari gurin mbi të. Vazhdojmë me pyetjen 12. Pse u lau Krishti këmbët dishepujve? 1. Që t'u jepte shembull që edhe ata t'u alanin këmbët njëri tjetrit. 2. Sepse rrugët me pluhu u bënin shumë pis. 3. Sepse bënte vap dhe kishin nevojë të freskoheshin. 4. Sepse ja kërkon ligji i Mojsiut. 5. Sepse njëri prej tyre do ta tradhtonte e donte ta pastronte. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është njëshi, që t'u jepte shembull që ata t'u alanin këmbët njëri tjetrit. Vazhdojmë me pyetjen e 13. Cili ishte urdhërimi i ri që Jesu i dha? 1. Agjëronin çdo të mërkur, të premte e të shtunë. Mësonin shkrimet për mëndësh. Shërbenin si apostël, pritërit e mësonjës. 3. 4. Duajni njëri tjetrin si ju kanë dashur unë. 5. Mos u largoni nga Jerusalemi derisa të vijë Shpirti i Shenjtë. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 4. Vazhdojmë. Çfarë shkoi të na përgatis Krishti në shtëpinë e Atit? 1. Shkoi të na përgatis fest. 2. Shkoi të na përgatis vend. 3. Shkoi të na përgatis ushqim. 4. Shkoi të përgatis Atin për ardhmën tonë. 5. Shkoi të na përgatis zemrat. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 2. Vazhdojmë me pyetjen e 15. Kush është Hardhia, Vështari dhe Shërmendët? Krishti? 1. Përgjigja 1. Krishti, patriarkët dhe apostujt. 2. Krishti, dishepujt dhe populli. 3. Krishti, Ati dhe apostujt.
4. Krishti, Ati dhe njerëzit. 5. Krishti, Ati dhe profetët. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është Krishti, Ati dhe njerëzit. Jeni gati? Grupi i pari fëmijëve Korça ka 85 pikë. Grupi i dytë i fëmijëve Katedralia ka 76 pikë. Grupi i tretë i fëmijëve Fokapra, grupi nga Kuqani ka 54 pikë. Grupi i Lushnjës ka 27 pikë. Grupi Katedrali Nishi, që është tek Anishi atje, ka 93 pikë. Grupi i Ngrizimit që vjen më pas ka 80 pikë. Grupi i Shen Gjerasimit ka 64 pikë. Grupi i Korçës ka 93 pikë. Grupi Katedrale Dyshi, që është këtu, ka 101 pikë. Grupi i Bellatit ka 77 pikë. Grupi i Elbasanit ka 91 pikë. Kavaja ka 98 pikë. Shen Prokopi ka 67 pikë. Dhe grupi nga Durrësi ka 92 pikë. Okej. Kur Krishti i lutet Atit, na tregon se cila është jeta e amshuar. Cila është jeta e amshuar? 1. Të njohim ty, të vetmin Perëndi të vërtet dhe Jezu Krishtin që dërgove. 2. Është ajo që Krishti na premtoi pas vdekjes. 3. Jeta e dashurisë dhe sakrificës. 4. Është bërja e vullnetit të Perëndis. 5. Ajo që u dha nga pema e jetës në kopshtin e Edenit. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është njëshi. Çfarë i bëri Simon Pietri shërbëtori të kryepriftit kur shkuan të kapin syrin? 1. I tregoi ku ndodhej mësuesi. 2. I proi veshin e djathtë. 3. E tari dhe bullizoi. 4. E goditi me shuplak. 5. E goditi me shkop. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është dyshi. Kur Jezuin e quan nga Kajafa në pretorium, judejt vendosin të mos hyjnë në pretorium. Pse? 1. Sepse atje qëndronin skribët dhe farisejt. 2. Se bëshin shumë veta atje brenda. 3. Që të mos ndryeshin e të hanin pashkën. 4. Që të shkonin tek Herodi të pandotur. 5. Sepse atje qëndronin të burgosurit. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është treshi. Pyetja në 19. Pasi Pilati i fshikuloi Jezuin, e nxori para tyrnës të veshur me çfarë? 1. Me petkun e grisur dhe me shkop. 2. Me kuror me gjëmba dhe me petkun e purpurt. 3. Me petkun e purpurt dhe gjevahir. 4. Me gjevahir dhe kuror me gjëmba. 5. Me shkop dhe gjevahir. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është dyshi. Vazhdojmë me pyetjen e 20. Sipas autorit të Ungjillit, pse u shkruan shenjat që Jezu Krishti bëri? 1. Që ju të dini gjithë mrekullitë që Jezu Krishti bëri. 2. Që bota të mos besoj tek perëndit e reme. 3.
Që ju të kuptoni madhështinë dhe rëndësinë e Perëndis. 4. Që ju të besoni se Jesui është Krishti, Biri i Perëndis, e duke besuar të keni jetë në emrin e Tij. 5. Që ju të besoni se gjithë sa është shkruar në këtë libër janë të vërteta. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 4. Nathan. Vazhdojmë në pyetjen tjetër. Cilën pyetje i bëri Jesui 3 herë Simon Pjetrit? 1. Pse më mohove 3 herë? 2. A më beson tani se jam Zoti? 3. A më do më shumë se këta të tjerët? 4. A do të jetë dëshirëtat në anën tjetër të varkës? 5. Kush thon të tjerët se jam unë? 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 3. Kush ishte drita e vërtet e cila vjen në botë dhe ndriçon çdo njeri? 1. Abrahami. 2. Johani. 3. Luciferi. 4. Adami. 5. Fjala. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 5. Vazhdojmë. Kush i tha këto fjalë? Unë jam zëri që thret në shkretë të tjerë. Bëni gati udhën për Zotin. 1. Isu Krishti. 2. Ezekieli. 3. Jeremia. 4. Joan Pagëzori. 5. Andrea. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 4. Vazhdojmë në pyetjen e radhës. Nga i dinte Nikodimi se Jesui vinte nga Perëndia? 1. Se askush nuk mund të bënte shenjat që ai bënte nëse Perëndia nuk ishte me të. 2. Se ai mësonte me autoritet dhe plot hir. 3. Se ai njihte shumë mirë shkrimet hebraike. 4. Se të gjithë e respektonin dhe habiteshin nga dia e tij. 5. Se ai kishte lindur në Betlehem të Judes. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 1. Vazhdojmë. Cila ishte shenja e dytë që bëri Krishti? 1. Kthimi i ujit në verë. 2. Shërimi i të verbrit. 3. Shërimi i paralitikut. 4. Shërimi i djalit të nëpunësit. 5. Shërimi i vajzës së nëpunësit. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 4. Sa vite kishte qenë i smur i paralizuari që qëndronte tek porta e Bezatës? 1. 10 vjet, 2. 28 vjet, 3. 38 vjet, 4. 48 vjet, 5. 15 vjet. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 3. Krishti shkoi në bregun tjetër të liçenit të Galiles, e një turmë ndiqte nga pas, të cilën i u deshta ushqente. Pse ndiqte turma nga pas? 1. Sepse e dinin se ai ishte Krishti Mesia. 2. Sepse shihnin shenjat që bënte për të sëmurët. 3. Sepse maniteshin nga ato që u mësonte. 4. Sepse atij i bindej edhe stuhia. 5. Sepse ai do t'i shpëtonte nga qeveria romake. 3, 2,
1. Përgjigja e saktë është dyshi. Krishti në Ungjillin e Johanit na thot disa unë jam. Çfarë janë këto gjëra që ai thotë se është? 1. Buka e jetës, drita e natës, dera e deleve, mësuesi i mirë, ngjallja dhe jeta, hardhia e vërtet. 2. Mjeku i jetës, drita e botës, bariu i mirë, ngjallja dhe jeta, udha e vërteta e jeta. 3. Shpëtimtari, buka e jetës, bariu i mirë, ngjallja dhe jeta. 4. Biri i Perëndis, ai që heq mëkatin e botës, hardhia e vërtet. 5. Buka e jetës, drita e botës, dera e deleve, bariu i mirë, ngjallja dhe jeta, udha e vërteta e jeta, hardhia e vërtet. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 5. Sa ditë kishte Lazari në varr kur Krishti erdhi në Betani? 1. 3 ditë, 2. 1 ditë, 3. 4 ditë, 5. 5 ditë dhe 5 2 ditë. 3, 2, 1. Përgjigja e saktë është 3. Krishti ngjall. Është një kënaqësi shumë e madhe që jemi së bashku sot. Ishte një konkurrencë shumë e bukur, edhe tani do shpalim çmimet, por ata që duhet të kujtojmë është gjithë që kanë lexuar, që kanë përjetuar Ungjillin e Johanit janë fitues. Gjithë sipas ata që ka thënë edhe Kryshkopi, gjithë ata që kanë shijuar sheqerin e din çfarë kanë shijuar, edhe është një thesar për gjithë jetën. So, kjo është për që të mos mbaroj leximin me sot, të mos themi lexuam, konkuruam, mbaruam, për tani që të jetë shije e parë sheqerit, edhe si sheqerit që pasi keni shijuar, do mi prapë, edhe përsëri, edhe më shumë. So, vazhdoni të lexojmë Ungjillin e ditës për ditë, të lexojmë shkrimet të tjerë, të lexojmë shkrimin e shenjtë, të takojmë për ditë me fjalën e Perëndis, që është brenda fjalës së shkrimit të shenjtë. Edhe të lexojmë, të jetojmë së bashku në komunitet, edhe të jetojmë bashkë me Perëndin. So, ju uroj udhëtime të mbarë në shtëpi, lexime të vazhdueshëm, edhe për ata që nuk fitojnë një çmim sot, shpresojmë kemi olimpiadë përsëri vitin tjetër, edhe lexoni më shumë më herët, edhe përgatisni më shumë që të jeni ata që marrin edhe çmimin këtu. So, ju falenderoj të gjithë edhe sukses. Okej, në olimpiad kishim 2 kategori si vjetë. Kategorinë e fëmijëve, në të cilën morën pjesë 3 grupe, dhe për arsye sepse ishin vetëm 3 grupe, do të kemi 2 vende fituese. Ndërsa në kategorinë e adoleshentëve kishim 11 grupe. Dhe nga ajo do të kemi 3 fitues. Tani, unë do të lexoj duke filluar nga vendit, nga pikët më të ulta deri tek më të larta. Deri kur të arrit drejt fundit. Po, fillojmë me fëmijë. Vendin e tretë me 103 pikë e zuri grupi i kishës së Shëngjergjit në Kuqan. Një të atrokitje, për ata ishte ora e parë që ka marrë pjesë të olimpiadë. Faleminderit që erdhët. Në kategorinë e fëmijëve, vendin, këtu do ta bëj për vend të parë, se janë vetëm 2 grupe tani. Vendin e parë e ka zënë në 166 pikë, në krahasim me vendin e dytë, që ka 147 pikë, e ka zënë Korça.
Dhe vendin e dytë e ka zënë katedralja. Okej. Atëre, për grupet e adoleshentëve, për kategorinë e adoleshentëve, 69 pikë ka marrë grupi i Lushnjës, që ishte këtu të këfer njëshin. 133 pikë ka marrë grupi i Shën Prokopit. Ndonjëherë, vendet ndryshojnë edhe vetëm me 1 pikë. 134 pikë ka marrë Kisha e Shën Gjerasimit. Ku janë? 162 pikë ka marrë grupi i Beratit. e 67 pikë ka marrë grupi i Ungjillizimit. E 71 pikë ka marrë grupi i Durrësit. E 78 pikë ka marrë grupi i Elbasanit. Okej, vendi i katërt dhe vendi i tretë ka 1 pikë diferencë. Vendi i katërt dhe vendi i tretë ka 1 pikë diferencë. Po kjo bën ndryshimin në këtë rast. Vendin e katërt me 180 pikë e ka marrë grupi i Katedrales. Vendin e tretë me 181 pikë e ka zënë Korça. Vendin e parë midis grupit të dytë të Katedrales dhe Kishës së Shën Nikolës së Kavajës vendin e parë me 202 pikë në krahasim me vendin e dytë me 197 pikë e ka zënë Kavaja! Dhe vendin e dytë e ka zënë grupi i dytë i Katedrales. Tani, me grupe, kush dëshiron nga juve, të gjithë dhe shkojmë dhe të rrim në ata që dëshiron, dhe shkojmë të këvari i Kryepiskopit.